që në 82 vjetorin e shlirimit të Adheut, pjesëmarrja sa vjen dhe shtohet dhe këto data historike mbahen mend. Lavdi dëshmorëve të Adheut e pa harruar vepra e tyre dhe të gjithë ne t'i kujtojmë brez pas brezi. Shumë faleminderit. Dhe për të drejtën, unë gjej rastin që t'ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Dhe mbi të gjitha duat falenderoj të gjitha ata antarë të shoqatës së dëshmorëve të kombit apo dhe të veteranëve, të cilët janë si një katalizator i përhershëm i Partisë Socialiste. Që çuditërisht, pavarësisht se vitet kalojnë, ato kanë po të njëjtën energji, po të njëjtën forcë që e transmetojnë tek ne dhe tek brezat e rinj. Duhet falenderoj Sokratin sepse tek vija rrugës, po mendoja që kur të vendosin ato mikrofonat, gazetarët themi gjithmonë ato sektecat të përhershme, sakrifica tyre, gjaku i tyre, i paharruar etj. Por unë jam e sigurt që po të pyesnim këtu, jo ata që kanë një farë moshe, por të rinjt. Dhe kur them të rinjt, nuk e kam fjalën vetëm për 15 vjeçarët, por dhe 30 vjeçarët, që pse është zgjedhur 5 maj si dita e dëshmorëve, jam e sigurt që shumë nuk e dinë. Dhe Sokrati bëri mirë që e tha dhe unë do ta përsëris, 5 maj është zgjedhur si dita e dëshmorëve për shkak të dëshmorit ndoshta më të spikatur të luftës antifashiste nacionale shqirimtare, jo vetëm mikrofonin çuna, jo vetëm për sa i përket kontributit të tij në këtë luftë. Mikrofonin. Okej, u kthye. Jo vetëm për sa i përket kontributit të tij në luftën antifashiste nacional shqirimtare për shkak të aftësive organizative apo edhe udhëheqëse që ai njeri kishte, por mbi të gjitha edhe për aftësitë intelektuale, vlerat që ai mbarte dhe të gjithë trashëgiminë që Kemal Stafa la. Megjithatë, Shqipëria ka 28.000 dëshmorë. Thonë që aq sa kemi kilometra katror, aq janë edhe dëshmorët tanë. Pak më parë, në omazhet e mbajtura në Lushnjë, takova një 98 vjeçar, më të fuqishëm se unë, edhe me mendjen e mpret, Latif Dervishin, i cili ka qenë pjesëmarrës në luftën antifashiste nacional shqirimtare. Ndaj, për të gjithë të vlera që ne mbartin, për gjithçka Partia Socialiste përçon nga brezi në brez, për respektin, për dinjitetin që i kanë dhënë vendit tonë këta 28.000 burra, gra, vajza dhe djem, kujtimi i tyre do të jetë i paharrueshëm. Padyshim, ato do të jenë gjithmonë frymëzim për ne, dhe në ditë si këto, duhet të thënë që sakrifica e tyre duhet jetë për ne një detyrim përbashkues. Përbashkues për te majtës dhe tjahtës, për te krahinave, për te fesë, se në fund të ditës shqiptari ka vetëm Shqipërinë. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, si gjithmonë ju falenderoj gazetarëve të Fierit për energjinë që keni dhe të gjithë aktivitetin që zhvilloni në informimin e qytetarëve. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për historinë e Shqipërisë, 5 maj, dita e dëshmorëve të kombit. Dhe para pak e kemi diskutuar me të gjithë të ftuarit këtu në ceremonial në Varrezat e dëshmorëve të Bashkisë së Fierit, sepse është zgjedhur 5 maj. 5 maj është zgjedhur si dita kur Kemal Stafa, një nga figurat më të spikatura të luftës antifashiste nacional shqirimtare, ra dëshmor. Dhe sigurisht kjo është një ditë që personifikon sakrificën e 28.000 burrave, grave, vajzave dhe djemve, të cilët dhanë jetën për Adheun, duke lënë në shekuj një mesazh shumë të rëndësishëm, që nuk ka asgjë më të rëndësishme
më të çmuar, më të vyer se Shqipëria. Ndaj në ditë si këto, përveç përkujtimit që ne përulemi para këtyre dëshmorëve, ata përçojnë këtë mesazh tek të gjitha brezat dhe puna që sot e kësaj dite vazhdon dhe bën shoqata e dëshmorëve të kombit për të mbajtur gjallë këtë flak të sakrificës të 28.000 dëshmorëve është me të vërtet për të respektuar dhe për të përquar nga brezi në brez. Në fjalën tuaj përshëndetje, po huaj që kjo është një ditë që shkon përtej të majtës dhe së djathtës, por ka vite që opozita nuk i bashkohet kësaj dite. A ka kohë për reflektim? 5 maj është dita e dëshmorëve të Adeut dhe si e tillë ata dhanë jetën për Shqipërinë dhe Shqipëria është e gjithëve. Shqipëria nuk ka ndasi politike, Shqipëria nuk ka ndasi krahinore apo as të fesë. Kështu që kjo është një ditë që duhet respektuar nga të gjithë, kjo është një ditë që duhet mbajtur në zemër nga të vjetër, të rinj. Kjo është një ditë që nuk mund të ndahet as nga politika, kështu që patjetër duhet jetë një ditë reflektimi dhe gjaku i dëshmorëve qoftë përbashkues gjithmonë. Lavdi dëshmorëve të Adeut. Zënia Balluku flitet për krisje të marrëdhënieve politike midis jush dhe Armando Sobashi, kryebashkiaku dhe mungesa e tij sot. I nderuar, Armando sot ka një detyrë, prandaj këtu ndodhen 4 nënkryetarë, të cilët janë nënkryetarët e bashkisë të Armandos dhe jo, nuk ka asnjë krisje. Unë me Armando Sobashin jemi shok të vjetër, nuk na ka lidhur detyra ime në Fier, na ka lidhur Partia Socialiste herët, shumë herët, madje nuk e di ka qenë 2007 apo pak më vonë. Kemi kaluar bashkë momente të rëndësishme si greva Auris apo fushata elektorale. Armando është një aset i Partisë Socialiste dhe nuk krisemi ne socialistët. Edhe kur kemi debate për të mirën e fierakëve, për të mirën e qytetit, për projekte etj, kjo nuk quhet krisje, sidomos me Armandon që unë kam shok. Faleminderit shumë.